Pini 2 kafe në ditë dhe do befasojeni çfarë ndodh trupit tuaj. Deri më sot janë kryer të paktën 19 studime që kanë hetuar rolin e kafes në sëmundjet e Parkinsonit. Rezultatet tregojnë se konsumi i rregullt i kafes mund të ulë rrezikun e zhvillimit të Parkinsonit me rreth 1/3. Përbërësit që gjenden te kafja janë edhe ato që japin rezultatet. Përbërësit e kafeinës. Kjo shpjegon pse çaji që përmban kafeinë ka efekte mbrojtëse, ndërsa kafeja pa kafeinë nuk ka treguar të njëjtin përfitim. Ashtu si fitoushqyesi që gjenden te frutat e pyllit, edhe kafeina ka veti neurombrojtëse, ajo ndihmon në mbrojtjen e qelizave nervore nga dëmet që shkaktohen nga pesticidet dhe problemet të tjera. Në një studim, personat me Parkinson ju dha kafeinë në sasi të barabartë në 2 filxhan kafe në ditë. Pas vetëm 3 javëve u vure një përmirësim i dukshëm i gjendjes së tyre, duke qenë se kafet mund të ofrojnë edhe një vigjilencë të shtuar, por kjo nuk do të thotë zgjidhje të problemit.